Albatenius, Muhammed ibn Gjafer el-Batani. Ushqua midis shekujve 9 dhe 10. Viti lindjes së tij nuk dihet me saktësi, por dihet që ka vdekur në vitin 929 h.s. Ishte një prej astronomëve dhe matematikanëve më të mëdhenj, jo vetëm të kohës së tij, por të gjitha kohrave. Në Evropë u bë i njohur me emrin e latinizuar Albatenius, fal përkthimit të veprave të tij nga Platoni i Tivolit, shekulli 12. U futën dhe u bën të njohura në Evropë funksionet trigonometrike, sinusi, kosinusi, tangentja. Ai hartoi me ziteve 883 dhe 900 tabelat e njohura astronomike. Të shoqëruara me komentet e tij, me titullin Arab el-Zigh, zbuloi lëvizjen e apogjeut të diellit, dalluar nga yjeve fikse, për çfarë bëhet fjalë. Astronomi grek Hiparku, 3 shekuj përpara Ptolemeut, llogariti se gjatësia ekliptike e diellit ishte 65 gradë dhe 30. Ptolemeu e pohoi këtë veprim në veprën e tij Megale Syntaxis, e cila nëpërmjet arabëve arriti në Evropë me titullin Almagesti, por El-Batani me zbulimet e tij nxorri vlerën 82 gradë e 45. Duke nxjerrë se gjatësia e apogjeut rritet me 1 gradë çdo 66 vjet, domethënë ndjek përparimin e ekuinokseve. Ai kreu korrigjime të ndryshme mbi pohimet e Ptolemeut dhe korrigjoi llogaritjet për orbitat e Hënës dhe disa planeteve. Dha prova për mundësinë e ekzistencës së eklipsit unazor të Hënës, ashtu siç përcaktoi me saktësinë më të madhe pjellësinë e ekliptikës 23 gradë e 35. Sot ajo është fiksuar në 23 gradë e 27 dhe përparimin e ekuinokseve në 54 e 5 në vit. Gjithashtu ai përpunoi edhe një teori origjinale për të përcaktuar shikueshmërinë e Hënës së Re. Zgjidhja e problemit për paralajmërimin e daljes së Hënës së Re ishte në të vërtetë shumë e rëndësishme për muslimanët, sepse me këtë fenomen astronomik, me që kalendari islam është hënor, janë të lidhur çastet më themelore të islamit. Fillimi dhe fundi i agjërimit të muajit Ramazanit, si dhe ritet kryesore të vizitës së shenjtë në Mekë. Ramazani fillon me shikimin e Hënës së Re të muajit të 9 hënor dhe mbaron me daljen e Hënës së Re të muajit të 10. Haxhi, vizita e Ka'bës, ka si pjesë më të rëndësishme qëndrimin në kodrën e Arafatit në ditën e 9 të muajit të fundit hënor të vitit. Ai shkruan: me anë të shkencës astronomike njeriu njihet me provën e njohjes së Zotit, si dhe me njohjen e urtësisë së veprës krijuese të tij. Këto ishin pak fjalë për Albatenius Muhammed ibn Gjafer el-Batani. Ai dha botës shumë, por ne sa do frymëzohemi nga kjo figurë që të rinj dhe të rejat tona të ndjekin modelet e këtyre shkencëtarëve.